Nga fshatrat e vegjël të zonave të ndryshme të Shqipërisë kanë ardhur drejt Tiranës artizanë të shumtë për të sjellë traditën e punimit me dorë. Një prej tyre është Meliha Zyberaj, e cila mban gjallë traditën e të zgjahut. Fijet shumëgjyrshe të leshqit, ngjyrat e forta të traditës veriore dhe motivet simbolike shqiptare marrin jetë përmes duarve të saj. Veç artit që ajo krijon, mbi të gjitha ka një mision, të përcjellë këtë trashëgimi kulturore tek brezat e rinj. Unë jap trajnimet edhe për tritë e shkollave, kam dhënë lesh me shkollën Hamdi Bushati, kam bashkëpunime me shkollat aty të Bashkisë Vallë. Private kena bën, po bashkëpunim me shkollat që t'ju transmetojmë brezit të rinj. Ka interes, duket se faktikisht se zona është një zonë që merret me këta, zona Zadrims, shuhet që ka këta punime tradicionale. Na kena tash 3 vite që po kultivojmë edhe fshikzën e mnashit, po I mësojmë brezat e ri se si rritet krimi I mnashit, se ashtu për me prodhu fije e mnashit, që të arrijmë ta prodhojmë vetë. Nga duart e artizanëve nuk thuren vetëm veshje, por thuret një histori, një kulturë dhe një trashëgimi. Edhe Xhavahire Kulgjini është një ndër të paktat që ende punon me dorë veshjet popullore, duke ruajtur me fanatizëm origjinalitetin e tyre. Veshin e hast, ne kam veshin e nënës time të origjinale, sa është para 120 vitesh. Aja është pak e vjetër, por mi motivet e asaj kam punu veshjit e sodit. Edhe ato e kam rujt. Kemi marrë modelin e për nënat e vjetra, edhe kemi zbërthy për t'i bërë sot. Në një kohë ku gjithnjë më shumë po shkohet drejt modernitetit me prodhime masive, këto artizane na kujtojnë rëndësinë e ruajtjes së rrënjve.